Horoskopi për datën 24 mars 2026. Dashi. Sot hëna po vallëzon në sektorin tuaj të komunikimit dhe po ju sjell lajme që do t'ju ndriçojnë shpirtin. Këtë herë sytë e botës janë mbi ju, sepse dielli po bashkohet me Saturnin pikërisht në shenjën tuaj. Ky nuk është thjesht një moment, por një thirrje nga lart. Do të ndjeni sikur keni peshën e maleve mbi supe, por mbajeni kokën lart, sepse kjo peshë po ju kalit për t'ju bërë mbretër të fatit tënd. Do të shihni qartë se kush ju ka penguar dhe cilët plane ishin thjesht ëndra prej rëre. Sot duhet të ndaloni vrapin e çmendur dhe të ecni me hap të matur. Një derë e vjetër do të mbyllet me zhurmë, por mos u tren. Ajo që po lini pas është vetëm një barr. Përgatitu sepse pjekuria po vjen si një dritë e fortë që do t'ju tregoj rrugën e vërtetë drejt lavdis. O sot, o kurrë, tregoj botës se dashi nuk thyet, por rilind më i fortë se kurrë. Demi. Të dashur Dem, dëgjoni se çfarë thon yjet për ju. Hëna ka hyrë në shtëpinë tuaj të dytë dhe po ju kërkon të siguroni pasurinë dhe qetësinë tuaj. Por bëni kujdes se në orët e para të ditës njerëzit rreth jush do të jenë pak me gjemba në gojë. Mund t'ju thonë fjalë të rënda dhe ndoshta mund t'ju lëndojnë, por mos u rrëzoni. Dielli po shkon drejt Saturnit dhe do t'ju përplas para syve një të vërtetë të madhe që ndoshta keni dashur ta fshini. Kjo është një sakrificë që shpërblehet nga lart. Gjëra nga e kaluara, borxhe shpirtërore apo amanete të harruara do të shfaqen sërish. Mos u ktheni shpinën, përballuni me realitetin, me atë forcën tuaj. Sot stabilizohen themelet e jetës tuaj. Mund të jetë pak e lodhshme, por në fund do të ndjeni sikur keni pushtuar një maj të re. Binjakët. Binjak të dashur. Sot yjet flasin me zërin e autoritetit për ju. Hëna është në shenjën tuaj dhe ju bën të ndjeni çdo gjë me forcën e rrufes. Ruhuni nga padurimi se mund t'ju djeg duart. Një këshill e vjetër, e rëndë dhe plot mençuri do të vijë drejt jush. Ndoshta nuk do t'ju pëlqejë kur ta dëgjoni, por është pikërisht ajo që ju duhet për të mos u mbytur në detin e paqartësisë. Një mik i vjetër apo një detyrim i harruar mund t'ju trokas në portë. Nëse jeni ndjer vetëm si një varg pa spirancë, sot është dita kur do të gjeni tokën e fortë. Planet tua afagjata po marrin formë. Nuk ka më vend për lojra, por vetëm për disiplinë të hekurt. Ju jeni në një moment kthese ku jeta ju kërkon të rriteni brenda natës. Pranoni rregullat dhe strukturën, sepse vetëm kështu do të fluturoni lart, pa rrezikuar të rrëzoheni. Gaforja. Të dashur gafore, sot qielli po ju kërkon të risheni pak në vetmi, por me një qëllim të madh. Hëna po qëndron në shtëpinë tuaj të 12, aty ku flasin ëndrat dhe shpirti kërkon qetësi. Megjithatë, mos mendoni se do të flini gjatë, sepse zëri i detyrës do të buças fort. Sytë e botës, apo ndoshta ndërgjegja juaj po vëzhgojnë çdo lëvizje tuaja. Do të ndjeni se duhet të shtrëngoni rripin, të punoni më shumë dhe të lini më njanë për ta cimë. Është koha të tregoni sa vleni në punën dhe misionin tuaj. Një mësim i ri ose një person që vjen me mençuri do t'ju ndryshojë mënyrën se si e shihni botën. Edhe pse mund të ndjeni pak të lodhur, kjo është një lodhje e bekuar që sjell fryte. Pastroni shtëpinë tuaj shpirtërore dhe përgatituni për një ngjitje të madhe, sepse përgjegjësitë që merrni sot do të jenë medaljet tuaja të nesërme. Luani. Të dashur Luan, bëni kujdes, se paraja sot dhe nervat mund t'ju ikin nga duart siç rrëshqet rëra. Yjet parashikojnë një moment impulsiviteti që mund t'ju kushtojë nëse nuk e frenoni atë vrrullin tuaj të zjarrt. Por mos u shqetëso, se pas kësaj reje vjen drita e vërtetë e Saturnit, që po ju mëson zanate të reja dhe rrugë të reja mendore.
Do të uleni në tokë dhe do të shihni se ku keni gabuar me llogarit. Diskutime serioze nga ato që mbeten në mendje gjatë do të ndodhin sot. Realiteti do t'ju godas pak fort, mbase do t'ju duket sikur jeta është pak më gri se zakonisht, por është vetëm një filtër që ju duhet ta shikoni të vërtetën lakuriq. Përdoreni këtë kohë për të bërë mjeshtra të asaj që bëni. Ju po ndërtoni një perandori dhe perandorit duan gur të fortë, jo vetëm shkëlqim. Sot vyhet guri i parë i një stabiliteti që do t'ju vazhdojë gjatë. Virgjëresha. E dashur virgjëresh, sot hëna qëndron në majën më të lartë të qiellit tuaj dhe të gjithë po presin diçka nga ju. Është koha t'u jepni llogari për gjësive tua, si ndaj vetes, ashtu dhe ndaj të tjerëve. Një dritë e fortë po ndriçon mbi ato pikat e dobta që keni dashur t'i fshini, ndoshta një marrëdhënie e ngushtë apo një çështje parash që nuk po ecën si duhet. Mos u trem nga ajo që sheh. Është koha të vendosni kufi të hekur. Kush ju do dhe ju respekton do të mbetet, të tjerët do të fshihen nga stuhia e Saturnit. Sot do të shihni me sytë e tu se ku përfundon ëndra dhe ku fillon realiteti. Ky është momenti i madh i vendimarrjes. Mos u nxitoni, po kur të flisni fjala juaj le të jetë ligj. Ju po pastroni rrugën tuaj nga gjembat për të ecur drejt një suksesi të sigurt dhe të qëndrueshëm. Peshorja. Të dashur peshore, ju shpirtra të drejtësisë, sot qielli po ju tund pak fort që të gjeni ekuilibrin tuaj të vërtetë. Hëna po ju frymëzon të kërkoni lirinë, por kujdes me fjalët se mund të lëndoni dikë pa dashje. Një peshë e rëndë mund të ndjehet në marrëdhëniet tua me të tjerët, sikur partneri apo njerëzit e afërt po ju kërkojnë shumë, ose sikur jeni vetëm në një betejë të madhe. Ky është momenti për të parë se kush është në krahun tuaj. Saturni po ju kërkon të shihni të metat, jo për t'ju trishtuar, por për t'ju ndrequr. Nëse dikush po ju merr frymën, vendosni kufirin sot. Mund të ndjeheni pak të zhgënjur, por kjo është vetëm vapa para shiut pastrues. Mund të shihni të vërtetën në sy. Do ta keni më të lehtë të vendosni se kush ju meriton të qëndrojë në krye të tryezës tuaj. Rrituni përmes këtyre sfidave sepse po bëheni më të fortë se kurrë. Akrepi. Të dashur akrep, sot çdo gjë po e përjetoni me shpirt ndërdhëm. Hëna po trazon ujërat tuaja të brendshme dhe po ju bën pak më të ndjeshëm se zakonisht. Por dëgjoni, puna dhe detyrat e përditshme po kërkojnë vëmendjen tuaj. Është koha të rishikoni planet tuaja, të shihni ku keni çaluar, të përballoni ato me fakte të ftohta. Mos e humbisni besimin nëse shihni ndonjë gabim. Përkundrazi, gëzoni që po e shihni tani. Një strategji e re po lind në mendjen tuaj, një plan beteje që do t'ju nxjerrë fitimtar në javët që vazhdojnë. Sot është dita për të ndarë shapin nga sheqeri. Prioritetet tuaja do të bëhen të qarta si drita e diellit. Nëse duhet të ndryshoni rrugë, bëni pa frikë, sepse yjet po ju udhëheqin drejt një stabiliteti që nuk e keni njohur më parë. Forca juaj qëndron tek të qenit real. Shigjetari. Të dashur shigjetar, sot është dita për të mësuar të vërteta të mëdha për veten dhe për ata që i mbani pranë zemrës. Mund të ndjeni pak të fyer ose të irrituar nga kritikat, por mos i ktheni shpinën. Aty është çelësi i rritjes tuaj. Dielli dhe Saturni po bashkohen për t'ju treguar anën serioze të dashurisë dhe të projekteve tua. Mbase do t'ju duhet të ndryshoni drejtimin e lojës, apo të rishikoni një premtim që keni bërë. Është koha të thjeshtoni jetën tuaj, të hiqni dorën nga teprimet dhe të përqendroni tek ajo që vlen vërtet. Një lajm i ri mund t'ju bëjë të shihni gjërat ndryshe, por kjo është rruga drejt një suksesi të qëndrueshëm. Mos u friksoni nga disiplina, ajo nuk po ju burgos, por po ju jep krah të fortë për të fluturuar pa u rrëzuar. Britësjapi.
Britsjap të palodhur, sot vëmendja juaj duhet të jetë tek detajet e vogla, te ato punët e mbetura pezull që ju kanë marrë frymën. Hëna po ju nxit të rregulloni çdo gjë që ka mbetur rrëmuj. Një zë i fuqishëm nga shtëpia dhe familja do t'ju kujtojë se keni detyrime që nuk mund t'i shmangni. Saturni, planeti juaj udhëheqës, po ju kërkon rregull dhe strukturë në vatrën tuaj. Mos prisni që të tjerët t'ju ndihmojnë sot. Bëhu zot i punës dhe i shtëpisë. Kjo do t'ju bëjë të ndiheni më të fortë dhe më të pavarur. Edhe pse mund të ndjeni presion, ky është karburanti që ju duhet për të vënë motorët në lëvizje. Organizoni, bëhuni serioz dhe produktiv, sepse sot po ndërtoni muret që do t'ju mbrojnë nesër. Ju e dini më mirë se kushdo, puna e palodhur është bekimi juaj. Ujori. Të dashur ujor, sot keni një fuqi të madhe për të shprehur atë që ndjeni, dhe dikush mund të hyjë në jetën tuaj për të hapur dritare të reja. Por dëgjoni me vëmendje. Gjërat po bëhen serioze. Një projekt apo një ide që keni pasur do të shfaqet në dritën e saj më reale, pa filtra dhe pa zbukurime. Mund të keni një afat për të përmbushur ose një peshë përgjegjësie që rëndon në gjoks. Mos u mbytni me lugën e ujit, merrni njërën anë të punës dhe pastaj fillo me pjesën tjetër. Çdo gjë bëje hap pas hapi. Shkëputu nga zhurma e botës dhe dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Sot do të merrni vesh se ku qëndroni vërtet në një çështje që ju ka munduar. Kjo qartësi është dhurata juaj më e madhe. Përdorni për të bërë lëvizjen e radhës. Peshqit. Peshq të dashur, hëna po ju mba ngrohtë në shtëpinë tuaj pra njerëzve dhe vendeve që i njihni mirë, por mos u rrethoni nga rehatia, sepse një shuplak realiteti po vjen nga sektori i parave dhe i pasurisë. Është koha të shihni portofolin dhe planet tua financiare me sytë e një të rrituri, pa ëndra dhe pa iluzione. Saturni po ju tregon pikat ku kanë rrjedhur paratë dhe energjitë pa dobi. Përballuni me këtë maturi dhe mos u fshi. Është momenti për të forcuar jetën tuaj dhe për të ndërtuar sigurinë që zgjat. Çdo gjë e madhe ndërtohet nga dalë dhe durim. Largoni nga jeta juaj çdo plan apo projekt që ju mban mbrapa dhe përqendrohu tek rruga e sigurt. Sot po mbillni farat e një mirëqenie që do t'ju jap hije dhe fruta për vitet që do vinë. Yjet kanë folur, rruga është e hapur, jeni gati të shihni të vërtetat në sy dhe të triumfoni? Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.